Dje iku motra, sot do iki unë, po ikim me radhë, po marrim prapë rrugët e Kurbetit, se qa të bëjmë, kështu e ka jeta. Sa më largë ikim aq më shumë na dhimbë se të shtëpia, që lëm pasë, prindrit edhe çdo gjë, po nuk kemi rrugë zgjidhje tjetër o njerëz, kemi një jetë të tërë që jetojmë në Kurbet, që jemi largë, edhe tani jemi mësuar avash me këtë gjendje, ndaj edhe përpiqemi të vizitojmë fshatin, prindrit të dashurit tanë sa më shpesh mundemi. Jo se gjithmonë siç mendoni kemi mundësinë ekonomike, po se jeta është e shkurtër o njerëz, edhe për mua nuk ja vlen që të shkoj një herë në 4-5 vjetë, se kam bërë edhe këtë gabim më përpara, kur nuk mundesha, edhe kur mendoja se puna është më e rëndësishme se familja. Tani që jam bërë edhe vetë në kuptoj që familja është mbi gjithçka. E kuptoj që shumë nga juve nuk e keni mundësinë të shkoni, edhe është tjetër puna jo, por unë të vendos punën para familjes edhe të dashurëve të mi, nuk e bëj më këtë gabim që kam bërë, ndaj edhe më shikoni shpesh që shkoj tek prindrit, tek motra, tek të dashurit, edhe 2 herë edhe 3 herë në vit, kur ka mundësinë, kur mundem, çohem edhe ikim. Kështu që thoni, po u tregoj këtu të gjithë bukuritë që ka udhëtimi nga fshati deri në Gjirokastër. Kjo është pjesa e parë, pjesa e dytë pastaj do ikim për në Tiranë, se udhëtova nga Tirana kësaj radhe, nuk i ka nga Selanik si gjithmonë, edhe do prisnim për part 2 tek video tjetër. Ciao!